Diana Lame, nëna i shkreu të kadastrës Artan Lame, i cili u nda nga jeta pasi ju nënshtrua një operacioni në zemër në Gjermani, ka reaguar në rrjetet sociale për humbjen e të birit. Teksa ndan me ndjekësit lajmin e hidhur, Diana Lame shprehet se nuk i vën dora të shkruaj për humbjen e të shtrenjtit të saj. Po ky moment i mallkuar erdhi dhe më shoi atë shpresë që mu ngjall dje, shkruan e ëma i shkreu të kadastrës, ndërsa shtoi se kishte shpresa për shkak se i biri Artan Lame i kishte premtuar se do të kthej. Ajo shkruan se Artan Lame ishte optimist duke i thënë që jam mirë, jam i qetë, dhe se nuk e kishte mendjen tek ndërhyrja kirurgjikale që do t'i nënshtroj. Të nderuar shok, miqit e dashamirës, nuk më bën dora të shkruaj për humbjen e të shtrenjtit, djalit tim të dashur Artan Lame, po ky moment i mallkuar erdhi dhe më shoi atë shpresë që mu ngjall dje. Shpresoja sepse më premtoi që do të kthej. Nuk e kam mendjen te e nesërmja që do operoj. Jam mirë, jam i qetë, por po përqendrohem te muzeu. Edhe nga gjumi ta zgjoje për muzeun fliste. Kur tanin të ma sjellin këtu, do ju bëjmë të ditur procedurat e mëtejshme, shkroi Diana Lame. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.